Një ndër atraksionet më të veçanta dimrore në qytetin e Korçës tashmë është gati. Bëhet fjalë për pistën e patinazhit, ku adhuruesit e këtij sporti kanë nisur të bëjnë xhirot e para mbi akull. Hapja e pistës së patinazhit në Korçë përfaqëson një risi të rëndësishme dhe një vlerë të shtuar për jetën turistike dhe sociale të qytetit. Ky atraksion i ri jep Korçës një tjetër dimension argëtimi, duke e kthyer atë në një destinacion dhe më tërheqës për vizitorët vendas dhe të huaj, veçanërisht gjatë sezonit të dimrit. Pista e patinazhit krijon një hapësirë të veçantë argëtimi dhe aktiviteti fizik për fëmijët dhe të rinjtë e qytetit, duke u ofruar atyre mundësinë të kalojnë kohën e lirë në mënyrë aktive, të shëndetshme dhe plot gëzim. Kalojmë kohë shumë të bukur, mësojmë më shumë, edhe bien ndonjëherë, po prap është shumë qejf. Keni frekuentuar dhe vitet e tjera? Po, jam praktikuar 5 vjet afërsisht. Sa xhiro bëni? 10 herë të gjithë pistën. Më pëlqen shumë sepse unë kaloj të gjithë kohën këtu. A qeni vështirë për ta mësuar? Kush ju ka ndihmuar në fillim? Prindrit dhe vllai. Tani jam shumë mirë, sepse kam afërsisht 2 vite që praktikoj. Ky investim jo vetëm që pasuron ofertën turistike të Korçës, por kontribuon dhe në gjallërimin e jetës kulturore dhe rekreative të qytetit. Pista e patinazhit sjell një frym të re bashkohore, duke e bërë Korçën edhe më mikpritse, më dinamike dhe më të dashur për banorët dhe vizitorët e saj.